Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale lajmin shumë të gëzueshëm dhe prekës të lindjes së 4 njakëve në maternitetin Koço Glizheni. Lajmi është një moment i veçantë për familjen Vojkollari, pasi Rozeta dhe Geraldo Vojkollari u bën prindër të 4 fëmijëve të shëndetshëm, të cilët erdhën në jetë pas një shtatzanie natyrale. Në një postim në rrjetet sociale, Rama theksoi lumturinë e familjes Vojkollari, duke e cilësuar këtë ngjarje një bekim të dyfisht si për prindrit ashtu edhe për shoqërinë. Ai e quajti moment të veçantë duke i ruar gëzim dhe lumturi të pafundme 4 fëmijëve të sapo lindur, të cilët morën emrat Roal, Alroa, Roar dhe Auro. Kryeministri Rama përmendi gjithashtu mbështetjen e qeverisë për familjet shqiptare, duke e theksuar faktin se bonusi i bebes vazhdon të jetë në fuqi, duke u dhënë mundësi familjeve të mbështesin më mirë shpenzimet dhe nevojat e lindjes së një fëmijëve. Në kuadër të kësaj, ai vuri në dukje se që nga fillimi i zbatimit të programit të bonusit të bebes në vitin 2019 janë përfituar rreth 227 fëmijë familje, të cilat kanë sjellë në jetë fëmijë në Shqipëri. Ky program ka për qëllim mbështetjen financiare për familjet që krijojnë kushte më të mira për rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre, duke ofruar një bonus të konsiderueshëm për çdo lindje. Kreu i qeverisë përmendi gjithashtu se ky program është një nga shtyllat kryesore të politikave sociale të qeverisë, që synojnë mbështetje më të madhe për familjet dhe krijimin e kushteve më të mira për zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve. Ai mbylli postimin me një mesazh të fortë për të gjithë qytetarët, duke theksuar se mbështetja për familjet do të vijojë dhe do të përmirësohet të vazhdimisht për të siguruar një të ardhme më të mirë fëmijëve dhe brezave të ardhshëm.